personat që janë kategorisë njëjtë, familjes njëjtë politike, që lidhemi me luftën, me lirinë, me sakrificën për me bë këtë shtet që kemi sot. Por tani është e faza e mobilizimit masave përmes politikave demagogjike dhe këtyre deklaratave të karakterit, mentalitetit monist dhe të logjikës të komiteteve. Pra, unë sjell buxhetin parlament, ju duhet ta votoni. Jo, mërzotni, se është pluralizëm dhe kur si ke votat, nuk është më arroganca numrat, mekanizmi i demokracisë, por është kompromisi. Duhet ulesh me partitë politike, të merresh vesh, unë i kam 56 vota sa i ka, po si kam edhe kaq që më duhen për kalim të buxhetit. Cila parti më jep dhe partia t'i vet kushtet. Sepse votuesi vërtet në ka obligu të jemi në kuvend, por votuesi në ka obligu të mbrojmë frymën politike gjitha dimensioneve të partisë që ai ka votu. Përndryshe ai kishte votu lëvizjen vendose. Prandaj, kjo logjika, se ne sjellim kuvend, jeni detyruar me votu, kjo nuk funksionon në Kosovë. Ka dështu komunizmi, edhe pse këta janë pjellë neokomuniste, këta pretendojnë me instalu këtë autokracie diktaturë, por nuk rritet në Kosovë. Ne jemi ata që kemi iniciuar shkatrimin e komunizmit Jugosllav në 80-ën dhe nuk është ndalë më derisa është rënë në 90-ën. Prandaj nuk het këtu. Pamarrë se kemi këso mbetjesh endet jugonostalgjikësh dhe që ndrojnë apet Republikën e tretë në kuadër të një afërsie me Serbinë, po nuk do të ndodhë kjo. Kështu që faza e fushatës elektorale ka filluar në institucione, në orën 2 do të jetë seanca ku marrin pjesë edhe partitë spektrit tjetër politik tani, dhe aty do ta shohin, a do ta kenë votën për mandatarin e dytë. Unë nuk presh të ketë vota për çfarë do mandatarin nga lëvizja vetvendose, është votë për zhbërjen kushtetuese edhe institucionale të Kosovës. 2. Është votë kundër gjeostrategjisë amerikane në rajon dhe qëndrimeve të qarta dhe të prera, se me këtë lider dhe me këtë subjekt politik nuk mund të ecim përpara, nuk mund të kemi partneritet, nuk kanë kredibilitet, s'janë përshtatshëm. As për interesat amerikane, as tonat nacionale. Kështu që çdo votë për te, për mua është një votë edhe kundër bashkëpunimit strategjik, aleancës strategjike që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si rrjedhoj, presë se s'do të ketë qeveri dhe nuk kem alternativë tjetër vetëm më shku në zgjedhje, sepse kjo strukturë politike që sot është në qeveri, në parlament, është e delegitimuar, edhe me shkeljet kushtetuese në çdo akt gjykim, i cili nuk është implementuar, por këta janë mbrojt me masë kushtetuese deputetët që të mos jenë shkelje kushtetues dhe me vendimin e gjykatës supreme ndaj këtyre që luajnë rolin e qeveritarëve kujdestar, këta janë të delegitimuar. Dhe këta vendi duhet shkojnë zgjedhje të zgjedhë një strukturë legjitime të ardhmen, nëse do të mund bëhen zgjedhje. Nëse më pyet, a janë zgjedhjet, prapë po ta them, do ta përsërisin të njëjtin defekt. Pse? Jo pse duan njerëzit ndoshta, se ambicjet për qenë ku ta dyun për të marrë pushtetin janë normale në politikë, si kjo garë. Por sistemi zgjedhor është defekt. Sistemi zgjedhor i Kosovës gjeneron në vazhdimsi krizë dhe do të gjenerojë edhe tutje. Tani gjëja me një reformë vogël është bërë edhe më i dëmshëm për sistemin politik dhe stabilitetin politik. Prandaj do të gjenerojë kjo krizë politike do të vazhdojë, zoti Berisha? Edhe një herë? Çfarë do ndodhë nëse kjo krizë politike do të vazhdojë ende? Shive, ne jemi shtet që vërtet në vitin 12 u hoq ajo mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Por mos harrojmë se kemi një zyre që quhet e UNMIK-ut, që është me mandat Kombeve të Bashkuara, dhe mos harrojmë se në kartën e Kombeve të Bashkuara ka një institut juridik që thotë është R2P, Right to Protect. Dhe shumë lehtë mund merret veç një vendim, ka nevojitet një inicim nga dikush, në qoftë shtet aleat, po edhe shtet jo aleat, se ky komunitet nuk arrin të mbajë institucionet dhe një shtet funksional institucional, dhe duhet right to protect, të ndërhyet dhe të vendoset edhe një administrat, derisa të përgatitet një kontingjent politik i cili mund ta marrë mandatin qeverisë siç e kemi marrë pas heqjes mbikëqyrjes pas pavarësisë, domethënë 12-ën, në 14-ën përfundimisht s'ka pas më asnjë ingerencë mbikëqyrjes. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur pyetja e fundit, si interpretohet fakti që Kosova, edhe pse cilësohet si një simbol i demokracisë, po shndron 8 muaj pa qeveri funksionale dhe nga ana tjetër a e dëmton kjo imazhin e shtetit në gjithë arenën ndërkombëtare? E kam thënë në foltorën e kuvendit, po e përsëris me përgjegjësi dhe atje kam marrë përgjegjësinë foltorën e kuvendit, se kjo strukturë politike është e sponsorizuar nga jashtë
me mision zhbërën kushtetuese të shtetit Kosovës. Çdo veprim politik, gjeni një emision një orësh, do t'i hyjmë analizë për analizë, veprim për veprim, me fakte mbështetëse minimale, 3 e më shumë fakte, se çdo veprim i tyre ka qëllimin e zhbërjes dhe defunksionalizimit, zhbërjes kushtetuese, defunksionalizimit kushtetues të shtetit Kosovës. Veç shifni sot temat demagogjikën, se kanë marrë çështjen e buxhetit 26, çështjen e buxhetimit të RTK-s, çështjen e zgjedhjes kryetarit dhe i kanë mbledh gjithë në një seancë. Pse? Grumbullimin e temave për të krijuar presionin tek opozita dhe për të krijuar presionin tek qytetarët, se këto janë tema të ngushtme dhe kështu do të bëhen. Ja po u them 2 shtrime të lehta. Buxheti, ligji i buxhetit lejon financimin muaj për muaj të muajve të ardhshëm, pra me 12 i bjen, por që nuk te i kalon shumën e vitit paraprak. Pra nëse kanë qenë 2 milion, po supozoj një janar, 2 milion do të më qit edhe në janarin e ardhshëm. Kjo lejohet edhe deri në prill. Nuk ka krizë. Nuk është mirë, por nuk ka krizë. 2. Financimi i punëtorëve të RTK-s, sepse aty zhvillohet propaganda. Buxheti i RTK-s është në kuadër të buxhetit të Kuvendit Kosovës. Çdo ndarje buxhetore, sa atje bëhet subvencionimi çdo 3 mujor. Çdo kalim i buxhetit për punëtorët e RTK-s bëhet me një nënshkrim të sekretarit permanent të kryesisë së Kuvendit, Nuk ka nevojë asnjë procedurë. Është e vërtetë se duhet miratohet një raport i drejtorit përgjithshëm të RTK-s dhe Komisioni për Buxhet edhe për Media e sjellin një propozim të kërkesën për ndarje buxhetore. Por kjo është vetëm një hap i cili nuk e cenon ligjshmërinë e ndarjes së buxhetit për nevojat e punëtorëve të RTK-s. Gjithçka është spekulim për të krijuar krizë, për të mobilizuar masat, se na jemi ata që po dojmë me majtë me boshtet, e këta janë pengus bashkë me listë serbe dhe me Vučićin atje në Beograd. Kjo është logjika e tyre dhe këta kanë me vazhdu kështu derisa ta zhbëjnë në aspekt social, ekonomik, politik, infrastrukturor, diplomatik, negociata shtetin e Kosovës dhe drejt atij drejtimi po shkojnë. Kam shpresë madhe se një Shtetet e Bashkuara si aleat që e kanë mandatin të na mbështesin, 2 Tirana që e ka detyrim kushtetues për kujdeset për mos me humbë territore me marrëveshje ndërkombëtare, edhe në qoftë ai Kosovës, dhe 3 qytetarët e Kosovës e kanë në dorë ta shpëtojnë Kosovën nga kjo strukturë politike që e ka stërkesh çdo aspekt. Është qartë. Mirë, zot Berisha, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet, jemi në fund. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Isem Berisha, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish në aktualitetin e radhës.